Me njëherë pas faljes së namazit të xhumas, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani doli në terren për të parë nga afër fillimin e punimeve për rikonstruimin e 2 rrugëve në lagjen Lejthi, në afërsi të xhamisë që mban po këtë emër. Gjatë kësaj vizite, Limani theksoi rëndësinë e këtij projekti për përmirësimin e infrastrukturës lokale dhe për lehtësimin e qarkullimit për banorët e kësaj zone, duke paralajmëruar edhe 2 rrugë të tjera në këtë lagje. Folëm për të inspektuar fillimin e punimeve, në fakt në 2 rrugë në lagjen Lejthia, rrugë të cilat janë gjithsej me gjatësi afër 1 kilometre, 1000 metre. Bëhet rekonstruimi i tërësishëm e këtyre rrugëve, në plan është parapare edhe 2 rrugë tjera të cilat mbesin në këtë lagje dhe me këtë në komplet lagjen do të bëhet rekonstruimi i tërësishëm. Vlera për këto 2 rrugë kap diku afër 11 milion denar. Besoj se ky investim është shumë i mirëpritur nga banorët e kësaj lagje, sepse diku afër 30 vite nuk është investuar as pak dhe besoj se dukshëm do të përmirësojë lëvizjen e qytetarëve tanë në këtë pjesë të qytetit. Kujtojmë se vetëm gjatë kësaj jave janë përuruar edhe rikonstruimi i 2 rrugëve shumë të rëndësishme në qytet, rruga prapandërtesës së komunës dhe rruga pranë varrezave të vjetra muslimane. Këto rrugë kishin mbetur pa investime për më shumë se 2 dekada dhe rikonstruimi i tyre kishte qenë një nga kërkesat më të shpeshta të banorëve të zonës.